Pronarët e godinës në të cilën Themistokli Gërmej ngriti flamurin dhe shpalli Korçën autonome kanë akuzuar për të dytën herë kryetarin e bashkisë së këtij qyteti se ai kërkon ta përdor për interesa vetjake këtë hapësirë, mbi të cilën kërkon të ndërtojë një pallat 5 katësh. Gjatë ditës së sotme pranë kësaj godine, Inspektorati i Ndërtimit të Bashkisë Korçë ka kërkuar që të hiqet rrethimi që është bërë kësaj godine, por kjo gjë është kundërshtuar nga pronarët e godinës. Jemi të diskriminuar kryesisht nga kryetari i bashkisë, i cili kërkon të bëjë fushat elektorale dhe të ndërtojë karrierën e tij mbi diskriminimin e qytetarëve të vet. Ka 23 vjet. Çfarë ka qenë? Ka qenë në 90-ën e gjeti zyra të një institucioni shtetëror që ishte. Më vonë u bë bilardo, më vonë u bë edhe 3-4 aktivitete tjera që vetëm objekt i rëndësisë të veçantë ka qenë, por ka qenë një objekt që është turpi Korçës, edhe është turpi tonë që ne kur shkojmë këtu megjithëse e kemi pronë, nuk kalojmë aty se na vjen turp, por kalojmë atanë dhe jo për fajt ton, po për fajt të kryetarit të bashkisë edhe të atyre që nuk e duan Korçën. Nga ana tjetër, Inspektorati të Ndërtimit rrethimi kësaj godine është i palishëm dhe ka kërkuar institucioneve përgjegjëse për të marrë masat e nevojshme. Kam një kallëzim penal që ka bërë bashkia nëpërmjet Inspektoratit Kombëtar që më datën 16 tetit të vitit të kaluar dhe deri më sot nuk është bërë asnjë gjë. Ju besi e të gjithë këtyre, po dhe qytetarisë korçare të reagojnë në këtë masakër që po ndodh. Kjo nuk është thjesht prishja e një shtëpie, por është vrasja e kujtesës dhe e memorjes qytetare. Punimet kryen natën, ka persona të paidentifikuar. Prej kohësh kjo godinë është kthyer në një vend ku hidhen mbeturinat dhe kthimi i saj në identitet është motivi që ka detyruar këta pronar të rrethojnë shtëpinë e flamurit.